Tashmë mbledhja e Këshillit Kombëtar ka përfunduar pjesa e parë, mund të themi, dhe është tek pjesa e votimit, ku gjithë anëtarët e Këshillit Kombëtar po zgjedhin për të gjithë sekretariatin nënkryetaret dhe sekretarin përgjithshëm. Është një radhë e gjatë për të votuar dhe pritet që rreth orës 21 të përfundojë ky proces. E më tej të mësojmë dhe emrat e rinj të ekipin e ri që do të drejtojë Partinë Demokratike së bashku me zotin Berisha, ku kishte surprizë, mund të themi, kishte emra të rinj, kishte risi në këtë sekretariat, pasi është zgjeruar diapazoni i këtij sekretariati, me shtuar me disa sekretariate dhe nënkretarët nga 4 tashmë do të kemi 5. Ku pas 4 burrave do të kemi edhe një grua, por edhe një të ri mes të gjithë nënkretarët të Partisë Demokratike. Atensione, Anesti, cila ka qenë panorama e përgjithshme e mbledhjes, pra për te atyre që pam në kamera? Pjesa e parë e mbledhjes shkoi e qetë dhe në fund, kur do të mbyllej kjo mbledhje, antarja e Këshillit Kombëtar Ileana Kuçana ka kërkuar që të lexojë një rezolut, është mbështetur edhe nga disa antarë të tjerë, por nuk është lejuar që të lexojë kjo rezolut për shkak se sipas zotit Berisha, por edhe kryetares së re të Këshillit Kombëtar Julia Emiri, nuk ka qenë sipas statutit dorëzimi i rezolutës, pasi do duheshin disa firma më herët që zonja Kuçana kishte mbledhur e më tej të prezantonte rezolutën, por nga ana tjetër edhe rendi ditën e sotme diktonte që do të kishin vetëm diskutim sa i takon zgjedhjes së sekretariatit të ri, nënkretarëve dhe sekretarit të përgjithshëm. Mbledhja ka përfunduar me një debat me zonjën Kuçana dhe zotit Berisha, më tej zonja Kuçana dhe zoti Lisander Hoxha, që janë dy nga kritikët e zotit Berisha në këto momente, bën deklaratat e tyre para medias, ku sërish nuk kritikuan zotin Berisha, por shkuan deri tek niveli i dytë i Partisë Demokratike, sekretari i përgjithshëm, ku etiketuan zotin Noka si njeriu që ka krijuar klanet brenda Partisë Demokratike dhe ka krijuar atë që ata quajtën mulizimi i Partisë Demokratike. Krajush Anesti, pas që është drejtuesi politik i qarkut Beratit, zoti Eno Bozdo, nuk e di, mund t'i marrim një mendim sa i takon të gjithë filozofisë së re mbi të cilën po ngrihet Partia Demokratike, procesi i konsideruar si ripërtëritje. Po, zoti Bozdo ka dëgjuar gjithë bisedën, dëgjon dhe juve tani dhe mund të marr pyetje nga studio. Zoti Bozdo, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma të gjithëve. Zoti Bozdo, ju përshëndesim nga studio. Ku shkon Partia Demokratike me këtë filozofi të re? Çfarë mesazhi ka për elektoratin e saj? Besoj se sot është kapitulli i fundit i mbylljes së zgjedhjes organeve drejtuese të Partisë Demokratike. Është hapur me zgjedhjet e reja në Këshillin Kombëtar, pastaj me kryesinë e partisë dhe tani me disa pozicione shumë të rëndësishme, sekretariatet, nënkryetaret edhe sekretari i përgjithshëm. Mendoj që lejtmotivi i zgjedhjeve, i procesit zgjedhor që ka zgjatur disa muaj, është ajo që edhe kryetari i Partisë Demokratike ka cilësuar ripërtritja. Dhe besoj, siç edhe ju keni konstatuar, në Këshillin Kombëtar, në kryesinë e partisë, po dhe në kandidaturat sot, kushdo që të fitoj, ka shumë prurë të reja, veçanërisht nga të rinjt, nga zonjat, por edhe individ me kontribute të rinë në moshë, me kontribute të mjaftueshme dhe të cilësueshme në Partinë Demokratike. Mendoj që jemi në një rrugë të mbarë, mendoj që nuk është një rrugë që mbyllet këtu. Mendoj që PD-ja ka detyrimin e saj t'i përqaset ndryshimeve kohore, t'i përqaset çfarë kërkojnë jo vetëm demokratët, çfarë kërkojnë shqiptarët dhe të filloj përgatitet me njëherë dhe ajo për zgjedhjet e radhës. Kështu që mendoj që për momentin jemi në rrugë të mbarë. Ngjelet shumë punë për të bërë, patjetër, në mënyrë absolute. Gjithsesi, është shumë e rëndësishme që veçanërisht kontributi të rinjve dhe kontributi zonjave është mjaft më cilësor tashmë në Partinë Demokratike dhe në profesinë e tyre në organet drejtuese të saj. Zoti Bozdo, ju flisni për ripërtëritje, flisni për të ardhmen e Partisë Demokratike, ndërkohë kritikët vazhdojnë të flasin për një lloj, le të themi, çimentimi të asaj bërthamës së ngushtë të leadershipit të Partisë Demokratike. Keni ndonjë koment për këtë gjë? Si person që ma lejoni të them që kam parë shumë ngjarje në shumë vite të shtrira, gjithmonë ka kritik që flasin për diçka që nuk shkon, në Partinë Demokratike apo dhe në parti tjera. Nuk jam impresionuar personalisht nga çfarë thon kritikët, se sa
nga ajo që unë mendoj që Partia Demokratike duhet të bëj, për t'ju përshtatur kohës dhe për të rigjeneruar vetveten dhe për t'ju përshtatur sfidave. Dhe mendoj që jemi në rrugë të mbarë. Siç e theksova edhe një herë tjetër, është vetëm fillimi i një rruge që ka përqen gjithsesi me sfida dhe i vështirë. Por është një fillim i mbarë. Është një fillim i mbarë që tregon qartë aftësinë, por dhe dëshirën e Partisë Demokratike për të rigjeneruar. Dhe kjo besoj për momentin është shumë e rëndësishme. Ndërsa sfidat që ka përballë janë sfidat që ka dhe shoqëria shqiptare, sfidat për cilët ka ndoshta 2 muaj që protestohet, sfidat për cilat ka protestuar opozita, Partia Demokratike në 13 vite, pra sfidat përballë janë shumë të mëdha. E rëndësishme është që Partia Demokratike dhe tyrat e saj të shpisë të bëjë mirë. Dhe këtu jemi në këmbë të mbarë, do të thënë, fillim të mbarë. Me këmbë të mbarë, thoni ju, zoti Bozdo, si mendoni se do lexohet këto lloj ndryshimesh, le të themi, që po bën Partia Demokratike edhe nga ana e protestuesve? Mendoni se po bëni hapa drejt frymës protestës apo hapa pas? Shikoni, unë nuk mendoj që Partia Demokratike ndërmerr hapa për t'ju përshtatur protestës radhës. Sa do e rëndësishme të jetë një protest, Partia Demokratike është parti 35 vjeçare. Ka kaluar dhe ka mbajtur shumë mbi shpinën e saj, ka kaluar vite shumë të vështira opozitarizmi, veçanërisht në 13 vitet e fundit. Duhet dini që çfarë do lloj teze, kërkese, problematike që ngrihet sot në protestën e cila është vërtet për të mbështetur, siç tha kryetari i partisë, për të përshëndetur, për të mbështetur me të gjitha mënyrat dhe të gjitha forcat. Këto janë gjithë ato që Partia Demokratike i ka thënë gjatë 13 viteve që kanë rezultuar të vërteta. Për të cilat Partia Demokratike ka mbajtur qëndrime shumë koherente muaj dhe vite më parë. Kështu që në këtë pikë e them edhe një herë tjetër, e rëndësishme është a ndihemi ne mirë me hapat që kemi marrë, me masat që kemi marrë, për t'ju përshtatur kohës dhe për të rigjeneruar Partinë Demokratike, pastaj opinionet nga gjitha anët do jenë të ndryshme. Por nuk duhet të impresionohemi shumë nga opinionet, e duhet të shikojmë që kjo parti po e ndjek linjën e saj, apo ndjek programin e saj politik, apo ndjek opozitarizmin e saj, apo bën gjithçka për të përfaqësuar sa më gjerë dhe sa më mirë shoqërinë shqiptare. Sigurisht nuk mund të përfaqësoj gjithë shoqërinë shqiptare. Partia Demokratike është parti e qendrës djathtë, parti popullore e qendrës djathtë, por këtu ka detyrimin të përfaqësoj atë shtresë dhe ata njerëz që kanë qenë me të, do të jenë me të dhe që interesat e tyre përkojnë me interesat e Partisë Demokratike. Nëse jemi në të njëjtën gjatësi vale, pse jo? Jemi në hap të mbarë. E them edhe një herë tjetër, janë vetëm hapat e parë të mbarë drejt një rigjenerimi. Ky është një proces që as mbyllet sot dhe jemi në fillimin e fillimit, as në fundit e fillimit, nëse më. Kohë të tjera, sfida të tjera na presin, që do përcaktojnë dhe sjelljen e Partisë Demokratike. Por për momentin, sinjalet që kemi dhënë janë vërtet shumë të vlemshme, shumë më tepër të rinj, shumë më tepër zonja, shumë më